Në qoftë se dhe ti je një femër që je tradhtuar njëherë nga një mashkull, ke kapur mesazhe ose shenja të ndryshme dhe ja ke falur, ai është aty dhe do ta përsëriti përsëri. Dhe në qoftë se prap e ke kapur përsëri dhe ka parë nga më të tepërta dhe je bindur se herën e parë disi ta mbulovi, a e di që ti ke dhimbje në shpirt, në zemër, ke bllokuar emocionet e tua, do t'i ikësh, por nuk ik dot. A e di kush është shkaku që ti nuk ik dot, pavarësisht se një ndjerë e tradhtuar? Shkaku është frika jote, ose frikrat e tua, sepse që e vogël ty nuk të mësuan të mbrosh veten, të duash veten, sepse ti je femër dhe je dere botës, edhe nuk të lejohet që ti të largohesh nga një burr, sepse i do jesh turpi botës, turpi familjes, dhe nuk ke më vlerë në qoftë se ti ndahesh nga i burr, sepse ti je femër dhe duhet të durosh. Se të gjithë burrat tradhtojnë. Këtë ma tha dhe vllai im njëherë në një kohë, kur i thash diçka për burrin tim, ish burrin tim. Frika jote më e madhe është sepse s'ke ku të vesh, dhe akoma më e madhe në qoftë se nuk ke punuar dhe ke ndenjur në shtëpi që të mbante burri. Nuk ke as mënyrën si mund t'i ikësh, sepse nuk ke edhe paranë që të duhet. Ti dalësh Zotit vetes Zot. Nuk ikën se s'ke ku të vesh as gjikundi, se nuk ke mbështetje. Nuk ikën se ke frikë se të gjithë burrat janë njësoj. Nuk ikën se ke frikë se ku do shkoj dhe kush do më doj mua, kur nuk më desh ky burr, akoma dhe kur ke fëmijë. Nuk ikën se kanë kaluar shumë vite që ti ke bërdurim dhe po pret që ai të ndryshojë. Nuk ikën sepse ke frikë ose pret në padurim, në brendësi dhe beson që ke investuar shumë të ky person edhe nuk mund të ikësh dhe pret dhe dhimbja jote bëhet akoma më e madhe. Por nuk ikën sepse nuk të mësuan se si ti të duash të respektosh dhe të vlerësosh veten, por të mësuan që ti je dera e botës. Të mësuan gjithashtu që bashkë me pajën të jepesh edhe fisheku në pajë, që ti në qoftë se turpronje burrin ose nuk dëgjonje vjerën dhe njerëz të tjerë, ata kishin të drejtë dhe të vrisnin. Ti nuk je njeri si që është burri, por ti je vetëm një person që mund të përdorin të shfrytëzojnë dhe ti të sakrifikosh për ata dhe jo për veten tënde. Por sot jam këtu përpara të them, mjaft më, mos ki frikë, mos e lejoj veten tënde të vuash më. Jam këtu të mësoj si të duash veten, mos tradhto dhe braktis veten, por braktis njerëzit që nuk të vlerësuan. Dhe mos harro që ti vlen shumë. Ai që tradhton ka tradhtuar veten e tij. Dhe njerëzit që tradhtojnë nuk vlerësojnë veten e tij, sepse burrat që janë burra janë të hapur dhe mund të flasin me ty në një tavolinë duke të thënë ishte kënaqësi që jeta jonë ishte deri këtu, por unë mund të vazhdoj në një mënyrë tjetër. Kjo është burrëri, nuk është burrëri të tradhtosh. Kjo është mirësi dhe kjo është dashuri. Nuk je i detyruar dhe ti mashkull të jesh me zor me një femër nëse nuk e do, por nuk ke asnjë të drejtë që ti të tradhtosh gruan, ta përdorësh, ta shpërdorosh dhe ta keq trajtosh, sepse shkon me një femër tjetër. Sepse dhe ajo femra tjetër është tamam se femra që ke në shtëpi, por nuk të ka
për ditë e çdo orë në shtëpi, se dhe ajo tjetra po të jetosh, dhe disa mund ta kenë bërë, është e njëjtë me atë që ke në shtëpi. Ne femrat duam dashuri, duam vlerën, duam të na përkëdhelni dhe duam drejtësi. Duam atë që ne jemi, sepse dhe ne jemi shpirtra, ashtu si edhe ju. Dhe këtu dua t'ju bëj një pyetje, a do t'ju pëlqente dhe juve meshkujve t'ju trahtonin gratë? Çfarë do bënje ti nëse gruaja do të trahtonte dhe do ta kapni me mesazhe të ndryshme? Prandaj, për të gjithë ju, burra dhe gra, nëse doni të shkoni kush është shkaku i tradhtisë dhe çfarë mund të bëjmë që ne të jemi të sinqert me njëri tjetrin, mund të më shkruani në Viber ose në WhatsApp. Ka zgjidhje për çdo problem tashmë, vetëm duhet të marret vendimi. Telefoni im është 0030 699 321 46 37. Mos e lejo veten të vdesësh për dita dhe të kesh frikë të largohesh, sepse durimi i tepërt do të bëjë që ti të sëmurësh veten. Ti ke ardhur të jetosh, ke vlera të mëdhaja dhe meriton shumë. Ndaj nëse do të gjesh vlerën tënde, jam këtu të tregoj.